Sapo kam rritur në shtëpi nga Milano dhe do t'ju tregoj se çfarë bleva atje. Ja, këtu janë thuajse të gjitha ato që kam marrë. Të shkosh në Milano është e pamundur që ti mos të ndohesh, të blesh gjithë gjërat e bukura që janë aty. Në përgjithësi, unë kudo ku thoj zgjedh apartamentet në Airbnb dhe në qendër dhe kur jemi në Milano gjithmonë e zgjedh aty në Duomo dhe sa herë që dalim dhe hym nga apartamenti, shohim të gjithë vitrinat që na ftojnë dhe na thonë eja Ulona, eja. Megjithatë, veshjet janë tek ato dyqanet që mund të konsiderojmë mesatare, pa çka se tani edhe Zara dhe Mango, ku unë pleva thuajse të gjitha gjërat, koleksioni i ri, çmimet i ka, jo dash, nuk do t'i konsideroj më kur dyqane të lira me të drejtën, por janë cilësia shumë, domethënë në Milano janë nuk krahasohen me gjërat që vinë këtu, por ne këtë gjë e dim, e kemi thënë dhe stërthën, kështu që tani do nisim me këtë të parën. Këto të dyja i kam marrë tek Mango. Edhe këtë puloverën, edhe këto pantallonat kadife që janë lila, janë të gjëra, prit. Ja, që të shikoni komplet. Kadifja ka dalë shumë në modë, mua gjithmonë ka pëlqyer kadifja, po sidomos të pantallonat e gjëra kadif, që më kujtojnë kohën e gjimnazit, kam pasur bashkë me shoqërinë time të ngushtë, kanë qenë një palë bezh, ishin të mëdha bezh kadife, pikë si këto që ishin gjëra dhe mami im bënte namë, thoshte çfarë bën, mos i fshive rrugët, unë isha fiksim dhe kur pash që janë rikthyer në mod, thash yes. Sepse vërtet më pëlqejnë shumë. Tani unë do t'ju tregoj gjitha gjëra, por nuk e di t'ju tregoj veshur, po t'ju tregoj kështu. Se veshur nuk e di se si do kombinohet, se jo të gjitha kombinohen me njëra tjetrën, po ja të shoh. Një tjetër veshje që është shumë në modë këtë periudhë është ky stili i fundeve. Deri 3 çereksh dhe më poshtë gjurit. Lesh, siç është edhe ky. Dhe nuk premora, mendova thash, okay, do ta vesh me këtë bluzën që është po ashtu lesh, më të shkurtra. Të dyja këto i mora te Zara. Kjo bluza bënte 25 euro, ndërsa fundi bënte 80 euro. Kur them që Zara nuk është e lirë, ja ti vesh një t-shirt në trup, se unë kam dhe një problem. Unë nuk provoj asnjëherë, unë as vetë nuk e di se si vrin. Unë kam të merr ku kam të dhoma provës dhe të provoj gjëra dhe gjithmonë i provoj në shtëpi. Ja, fundi. Nice, më duket mirë tani se është i rrëdhosur. Tani, problemi i jetës time. Më rri i ngushtë këtu dhe i gjerë. Tek beni, shikoni, sa gjërë rri këtu. Nuk është këtu të vizet. Po më plasë. Si. Jo më ka të bëjmë hipstrast me 220 kg. Interesante, më pëlqen. Edhe me të mishë normalisht këtë ngjaj shumë bukur, por them se edhe me këtë se janë dy nuanca. Ky është gri, fakt, nuk është e zezë. Dhe një tjetër gjë që është shumë në modë është dantella. Ja, është ky fundi që është me dantel dhe te vitrina, tek manekini më saktë, pash që ishte kombinuar me këtë pulovrën. Më pëlqeu, kështu po i vesh dhe unë tani. Ja. Them se kjo është shumë stylish. Me një palë çizme, yll. Por edhe me një kanatiere, ky fundi do duket super bukur për të veshur për darkë. Më pëlqen shumë. Kjo pulor pastaj është shumë e rehatshme. Për i ta shoh të pasqyra këtu, bukur. Edhe kështu. Yes. Edhe kështu. Ose bak. Këtu parë. Ma pëlqen shumë. Qa kemi marrë tjetër këtu? Prit. Ka marrë këtë trikon. Që ka këtë peluqin e bukur, dhe provoj njërë këtë trikon me këtë fundin.
Ja. Dhe triko, ja, nuk ose më pëlqen, me thënë drejtën. Triko me këtë. Jo, po. Triko vetë më pëlqen shumë. Shumë e bukur. Një palë pantallona të tjera kadife. Edhe këto janë të gjëra poshtë. E kjo bluzën e marinarit, si që quaj unë, po kështu quhet përgjithësi. Nuk isha fakt, kam pasur për verë, nga këto me vija, disa bluza, por për këtë periudhën vjesht dimër nuk s'kisha dhe kjo më pëlqeu. Duket shumë e bukur. Kam mangët të kështu. Një tjetër pullover, e thjesht, besh dhe këto jeanset. Mua më pëlqejnë gjërat shumë të ngushta, fundet të shkurtra, fustanet shumë të gjithë mbas trupit ngushta, edhe nga ana tjetër më pëlqejnë shumë dhe pantallonat e gjëra. Unë vdes pantallonat e gjëra, jo vetëm jeanse, çfarë lloj pantalloni që të jetë i gjerë, siç i thoshim ne në kohën tonë, cowboys, pantallona cowboys. Ja, ti provojmë çik këto tani. Të jeanset janë stil baggy, quhen këto? Po, më duket baggy quhen. Mirë. Më rrin mirë. Kjo ngjyra kështu sikur janë të shplara, më pëlqen po ashtu. Unë në të njëjtën kohë jam njeri ekstremeve, sepse kur dal në darkë, sidomos edhe në periudhën e pushimeve, po për jetë natën pëlqen të vishëm ekstravagante, ndërsa në përditshmëri janë gjithmonë me gjata, me gjëra të thjeshta, mundësisht mos bie shumë në sy, unë jam njeri ekstremeve. Unë s'jam as binjakët, edhe pse e kam hënën në binjak në fakt, kështu që mund të ndikoj kjo. Plus shigjetar, që çmenduria ti ka qef, por me karar, dhe aty ku duhet. Sa bukur! Sa më pëlqen këto pantallonat serioze. Dhe kjo bluza me ngjyrën vishnje që është fiksimi i momentit, se në fakt mua gjithmonë pëlqen kjo ngjyra vishnje, burgundi, nise, asnjëherë nuk e them siç duhet, dhe më pëlqen kur rikthehet her mbas here në mod, siç është këtë sezon. Shumë bukur. Dhe dy të fundit që është kjo triko dhe ky fundi i shkurtër, prit, si është? Si është kështu. Është kështu. Inshallah më bën ta provoj. Sa bukur. Shumë bukur. Këto në fakt kur fundi është me pantallona poshtë. Kështu që edhe patjetër që do vishet edhe me geta zeza për tani për në dimër. Më pëlqen. Këto ishin të gjitha. Jo, prit! Harrova gjën që pëlqej më shumë.